në ndorë në Amerikë do jenë ato midterm election. Po. Pulli ka rënë Trumpit në mënyrë drastike se asnjë president më parë. Ose ka 2-3 president ka rënë në 40. Ka rënë, po. Sigurisht lufta po e çon dhe më poshtë, sepse majoranca amerikanëve janë kundër luftës. Po, mbi 50% gati. Ka shku 60. Dhe sepse kur amerikanët indikon ke xhepi, ata nuk do me ditë më. Ka filluar shërrit gazi. Mrena një javë ka shku rreth 60-70 cent. A mendon që mund ndryshoj e gjithë skena e politikës jashtme, në qoftë se që ka shumë mundësi si mas gjithë ekspertët që në nëndorë të humbi Senatin dhe Kongresin. Dhe ky pra ne bëhet ligje që nuk e pyet më Kongresin për luftë, nuk e do të sjellë një pëshillim të ri. Unë e shoh që impeachment për Trumpin. Po, për Trumpin. Flitet dhe është rritur shumë dhe retorika politike e brendshme për një impeachment të mundur. Mund të jetë dhe më keq se këtu në fakt. Megjithatë, duhet kemi gjithmonë parasysh që këto aktet ekzekutive apo ligjet, në thonjza që nxjerr Trumpi, në fakt nuk janë ligje për sa kohë nuk kalojnë Senatin dhe Kongresin dhe nuk votohen aty, dhe këta e kemi parë që disa akte ekzekutive janë hedhur poshtë nga kjo. Ndaj mendoj që edhe në këto momente sado të përpiqet Trumpi të ndryshojë diçka, mund të rrëzohen sërish në Kongres. Unë e shikoj pak të lëkundur në këto momente pozitën e tij, sepse kemi mbi 55% të amerikanëve, jo vetëm baza e Trumpit, pa të gjithë amerikanëve në përgjithësi, qofshin republikan apo demokrat, që janë kundër luftës. Dhe kjo pikërisht sepse Amerika jo vetëm ka humbur në miliarda dollar, po ka humbur dhe shumë jetë ushtarësh, dhe kjo është kur më fal që ju preva, kur Trumpi tha që edhe mund të hyjë me trupa, aty filloi në mënyrë drastike. Se sa jetë kanë humbur në Irak, në Afganistan. Në Vietnam, ku arrite? Pikërisht, dhe kjo është problematika më e madhe që do të haste Trumpi në këto midterm, pra zgjedhjet e